Një minibus nga teleferiku në Tetov barti për në malsinë e Sharit krerët e komunës së Tetovës dhe përfaqësuesit e mediave. Në këtë mënyrë u promovua linja e transportit publik Falas Tetov Brodec Breshall Bozovc, që do të funksionojë 6 ditë në javë dhe do të lehtësojë qasjen e banorëve në shërbimet publike, arsimin dhe aktivitetet ekonomike në Tetov. Fillimisht do të qarkullojë një minibus, pastaj sipas nevojave dhe kërkesave të banorëve, ky kapacitet mund edhe të zgjerohet. Kemi kënaqësinë e veçantë që këtu nga fshati Bozovc të promovojmë linjën e transportit Falas të organizuar nga komuna e Tetovës për fshatrat e Brodecit, Breshallës dhe Bozovcës. Kjo linjë do të funksionojë 6 ditë në javë dhe do të nisë në ora 7 të mëngjesit nga fshati Bozovc dhe do të bartë banorët e këtyre fshatrave deri në Tetov. Po ashtu në mbrëmjen nga ora 5:30 do të jetë linja nga Tetova që do të vijë për në Bozovc. Kjo është si projekt që e kemi premtuar dhe tani më po nisim implementimin e tij dhe do të vlej për gjithë banorët e kësaj zone, të cilët do të mund ta shfrytëzojnë pa pagesë. Kasami njoftoi gjithashtu se Tetova pritet të përfitojë 5 autobus elektrik përmes një projekti qeveritar, ndërsa komuna do të sigurojë edhe 5 minibus për banorët e malësisë së Tetovës. Presim që nga projekti i qeverisë për përkrahje të ndërmarrjeve që kanë transport të organizuar publik, të sigurojmë edhe spaku 5 autobus elektrik, po ashtu edhe 5 minibus të cilët do të sigurohen nga buxheti komunës Tetovës. Me këtë, ne po zgjerojmë çdo ditë shërbimet e transportit publik Falas për gjithë qytetarët e komunës së Tetovës dhe nga sot edhe për banorët e malësisë. Më mirë bon se kur, ky është reagimi i banorëve të Bozovcës, teksa përshëndesin këtë projekt që synon të përmirësojë lëvizjen. Kjo zgjedh një problem të jashtëzakonshëm sepse neve na ka kushtuar një transport rrugor, qoftë për individ, qoftë edhe për familje, 1000 dinar, me thënë një drejtim. 2 drejtime, 2000 dinar. Pra, qëllimi është se neve materialisht na ka ndiku negativisht në të mirat e tona familjare. Sepse në vend që të blejmë për fëmijë diçka me ato pare për 2000 dinar për një drejtim, ne tani faktikisht ne adështi për transportin. Kjo është një zgjidhje, shpresoj që të jetë afatgjate, mos jetë vetëm si një show. Po besoj se atëherë është zgjidhje adekuate për banorët e Bozovcës. Kjo adashtë edhe ma herët bëhet, mirë po, ma mirë vonë se hiç. Është edhe një mundësi për njerëzit, për kalimtarët, për banorët që janë ende këtu në fshat, edhe besoj dhe disa që janë shpërngul, da kenë edhe një mundësi të kthehen apet këtu në fshatrat e malësisë, për shkak do me thënë se është një plus dhe një mundësi shumë e mirë. I falenderojmë gjithë për këtë angazhimin që kanë bërë. Linja e re pritet të lehtësojë qarkullimin e përditshëm të banorëve dhe vizitorëve, duke ofruar një alternativë të sigurt dhe të rregullt transporti ndërmjet Tetovës dhe vendbanimeve të malësisë së Sharit.